Rasti ka ndodh koha e iftarit, ora iftari do më thonë është 5:40, qatë kohë mrena gjysore 40 minuta. Si kanë arrit personat me hyrë brenda në shtëpinë e juaj? Po ne nuk jemi konë në shtëpi, këto dy shtëpijat e vllavit edhe emja që kanë thi, unë jam konë punë atje te restoranti me familje punoj, kja konë një iftar të shtëpia e vllavit këtu, qatë kohë kanë shfrytzu. Do me thonë janë dëmtume edhe shtëpia jote edhe shtëpia e Po vllavit. e vllavit, po të dy. Çfarë sendesh ju kanë vjedhë brenda shtëpisë saktësisht? Për momentin me vlerë që ka dihet, te une janë morë 2 pushë gjëtije, edhe ari qoqës, do më thonë, që ka patë krejt. Pra përse çfarë vlere kam pas? Pa vlera që ta shti s'pa di edhe çka me të thonë, te gjëtija, pushë gjëtije dihet, atë ari s'po dim që ta shti sa është. A kanë lënë ndonjë gjurmë apo ndonjë shenjë brenda shtëpisë? Bas këto që kanë bërë këto policisë, do më thë shihet fërkemat e ka kanë hecë, po mbetet ato që ta shti. Do më thonë dikun ka ora 7 e kemi jetu që janë thi shpia, nga vllavi do më thonë të shku në xhami, edhe kemi njoftu policinë. Ne kemi arë prej restorantit, mjoftoj vllavi që tu ka thuj shpia dhe po dëmtimet nuk më dhimë qatë që këto që kanë morë sa shpinë se e pasha ashtu merë shumë që vetëm lufti kum pa kështu që kanë bo. Gjërat në për tokë këto. Po, që s'ta mërmenja, dhe më thonë, çdo sen e thime e rëzume. Me siguri jeni të njoftuar për rastet e djeshme që kanë ndodhur ndërkohë mas mbrëmjen e djeshme, datës 10 mars 2026, janë raportuar 3 raste të ndara. Një është vjedhje, 2 janë vjedhje e rëndë, kurse një është vetëm vjedhje tentativ. Domthonë personat e dyshimt kanë hyrë në shtëpi, kanë demalu, por nuk kanë vjedhur asgjë, sipas deklaratës së pronarit. Kurse në 2 raste tjera të ndara, në njërin shtëpi janë vjedhur 2 pushë gjëtije dhe një sasi e arit prej diku rreth 50 njerë. Stoli i arit domthonë që ka deklaruar pronari. Kurse në shtëpinë e dytë janë vjedhur diku rreth 1 kg e 200 gram ari, stoli i ari, dhe aty në vlerë prej diku rreth 120.000 euro. Njësitë ju kanë përgjigjë rastit me njëherë, patrollat edhe njësia hetime, pastaj kanë ardhur njësia hetime prej drejtorisë rajonale të Ferizajt, ku edhe kanë bërë shqetësimin e vendin ngjarjes. Rasti është ende duke votuar, momentalisht nuk kemi personat dyshem, por jemi kam lidhur informata në terren